sekretari i përgjithshëm i Partisë së Punës së Shqipërisë dhe kryetari i Këshillit të Ministrave, shoku Enver Hoxha, për i betimin e popullit shqiptar përpara Stalinit të Madh. I popullit shqiptar para Stalinit të Madh, drejtuar popullit dhe vëllezër të Bashkimit Sovjetik. Të dashur populli dhe vëllezër të Bashkimit Sovjetik. Ne, populli shqiptar, punëtorët, fshatarët dhe intelektualët e Shqipërisë, burrat dhe gratë, të rinjtë dhe të rejat, duke ndjerë thellë në zemrat tona i dhërimin e madh që na shkaktoi fundja e të shtrenjtit e talluruarit Josif Visarionovic Stalin, e ndjejmë sot veten më shumë se kur për ju, dhe duke ju përqafuar me dashuri të madhe, vëllezër dhe motra sovjetike, betohemi sot para shokut Stalin, e do t'i qëndrojmë besnikët çështjes së madhe të Leninit dhe Stalinit dhe Bashkimit të lavdishëm sovjetik. Juve dhe neve, i dhe gjithë popujt e botës, na ka mbuluar sot një patriqësi e madhe. Udhëheqësi, mësuesi dhe ati joni shtrenjtë Josif Visarionovic Stalini mbylli sikët për gjithmonë. Pushoj së menduarit, mendja e gjeniut më të madh dhe më të ngritur të kohërave tona, e arkitektit të lavdishëm të socializmit dhe të komunizmit, e krijonësit dhe pastojësit të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe të Shtetit Sovjetik, janë fitorjet më të mëdha të njerëzimit mbar. Pushoj së rahuri, zemra e mikut dhe mbrojtësit më të madh të njerëzve të thjeshtë të botës. Ushoj ajo zemre madhe, bujare dhe trime, që rahu dhe lëftoj gjerë në fund për paqen, lirinë dhe lumturinë e njerëzve. Ne përulemi me zindje dhe me respekt të thellë përpara fuqimit të paharrueshëm të Stalinit të Madh. Por ne Stalini nuk ka vdekur, nuk mund të vdesi kurrë. Ai rron dhe do të rrojë në shekuj. Ose Stalin na ka mësuar të jemi të fortë në çdo kohë, jemi të guximshëm, të dimë të përballojmë të gjitha situatat, sado të vështira qofshin ato. I ka përgjejmë dhe të ecim gjithmonë për para. Ne betohemi për para shokut Stalin, e do të ngrojmë lart zemrat tona, e do të sulmojmë me vru për para. Ne betohemi për para shokut Stalin, e do të mbajmë kundoherë lart namurin e internacionalizmit proletar, e do të forcojmë miqësinë tonë me popull që vendeve demokracisë popullore, e me gjithë popull që luftojnë për paqen, demokracinë dhe socializmin. Ne betohemi para shokut Stalin, e me gjitha forcat tona do të luftojmë për mbrojtjen e paqes së botës, kundër luftimzitëve imperialistë amerikano-inglezë dhe shërbëtorëve të tyre, me fjalë të shokut Stalin, paqja do të rruhet dhe do të përforcohet, në qoftë se popujt e botës të marrin në duart e tyre kauzën e ruajtjes së paqes, dhe në qoftë se mbrojnë atë gjë në fund, do të jetë lamuri jonë që do të na prijë në këtë betejë të shenjtë. I gjithë populli shqiptar, i një trup i vetëm, betohet sot polemisht para shokut të madh Stalin. Sa të jetë jeta, i paharruar do të mbetet kujtimi i Josif Visarionovic Stalinit.
Sekretari I përgjithshëm I Partisë së Punës të Shqipërisë, shoku Enver Hoxha, dhe antari I Byros Politike, shoku Ismikapo, vendosin kurorën e Komitetit Qendror të Partisë para monumentit të Josif Vissarionović Stalinit. Kurora e Këshillit të Ministrave. Nga Presidiumi I Kuvendit Popullor. Ministri fuqiplot I Bashkimit Sovjetik në Tiranë, Levichkin, dhe atasheu ushtarak General-Major Glebov vendosin kurorën e legatës sovjetike. Populli shqiptar I thotë lamtunirën e fundit, asit dhe shpëtimtarit tonë, Stalinit të madh, për të mos ndarë kur prej tij. Stalini I pavdekshëm do të jetë kur do erë me ne, në punën tonë, në jetën tonë, në fitoret tonë. Partia jonë, populli ynë, do të ngrejë lartë e më lartë flamurin nga dhënimtar të Lenin Stalin, drejt sa me plot dritë, ta dheut tonë socialist.